Përshëndetje, jemi sërish këtu në episodin e radhës të podcastit Shëndeti i Pari, ku kam përkuar mjekun hematolog, doktor Sotir Lako, me të cilin do të flasim për shumë tema interesante në lidhje me gjakun që prekin veçanërisht gruan në momente ose në periudha të jetës së saj. Doktor, faleminderit që jeni sot në episodin e radhës të podcastit Shëndeti i Pari. Është kënaqësi të jam sot këtu. Një bisedë mes kolegësh, le themi hematolog dhe ginekolog. Dua ta nis këtë bisedë me simptomën më të shpesh ose ankesën më të shpesh që ne si ginekolog diagnostikojmë në përditshmërinë tonë të gruaja, që është anemia. Anemia që në këtë rast vjen në shumicën e rasteve si një problem i ciklit menstrual, pra një cikël me shumë fluks me copa, një cikël që vjen 2 herë në muaj, që shpeshherë është si pasojë një fibromiome uterine, polipi endometrial apo dhe çrregullim hormonal, por në një gruaja mësohet me këtë ciklin që është jashtë normales, por haron që pas gjithë kësaj hemorragjie të madhe shfaqet anemia. Çfarë shkakton anemia në organizmin e gruas? Si mund ta kuptoj ajo që nuk ndihet mirë si pasojë e anemisë? Po, është vërtet mungesa e egut dhe anemia nga mungesa e egut, sepse ne e mësojmë keq që në shkollë anemia nga mungesa e egut. Në fakt problemi më i madh mikson në botë është mungesa e egut dhe një nga pasojat e mungesës së egut është anemia nga mungesa e egut. Dhe mungesa e egut në fakt është problemi më i madh mikson në botë për femra, sidomos në periudhën e provosë pra nga puberteti deri në menopauzë, sepse ka lidhje kryesisht me gjagjëret e ciklit menstrual, dhe të theksojmë që gjaku e kanë gjurmë e kuqe pikërisht nga tekull. Nëse më mirë nga unaza e perore, i qini tra gjak ka rreth 50 mg në ekull, që të thonë sasia e heklin në gjak është shumë e madhe. Dhe për ta humbur heklin është shumë e kollaj, pra thjesht të humbasësh gjak ose të ullurosh gjak, sepse ulurimi i gjakut pavarësisht se është diçka e bukur është humane, por gjithsesi aty ka humbje hekulli, ka 200 litra gjak, kanë 200 mg hekull, është një sasi e rëndësishme. Dhe do ta theksojmë që femrat kanë rreth 500-600 mg hekull, dhe njoftojmë të ullurojnë 3 herë dhe deri te hekulli zbraze. Aq më tepër që ato vetë humbasin çdo muaj në mënyrë ciklike. Dhe tu fillojnë problemet sepse ju duket se kur është diçka rutine, sepse në fakt cikli ashtu duhet të jetë rutin, por jo çdo lloj cikli është i tillë që sepse ne jemi ndërtuar që të kompensojmë. Pra sa ne kur të humbasim më që kur të marrim në është llogaritur që duhet rreth 20 mg hekull në ditë për të provuar sasinë e nevojshme të vllazërave të kuqe, nga cila 19 mg ne sigurojmë nga riciklimi i vllazërave të kuqe që eliminohen, dhe 1 mg ne humbasim dhe 1 mg do ta marrim nëpërmjet ushqimeve. Dhe kjo funksionon realisht mirë tek meshkujt, por jo te femrat, sepse femrat humbasin prapësisht çdo muaj. Dhe femrat për më tepër kanë një problem sepse kanë më pak depo hekur se sa meshkuj. Një meshkull një mashkull ka 1200 mg hekur rezervë, një femër ka vetëm 500-600 mg hekur rezervë. Pra femrat kanë dhe më pak hekur rezervë se sa meshkuj dhe për më tepër humbasin më shumë gjak pa hekur. Dhe predispozita për mungesë hekur dhe për një lloj anemi nga mungesa e hekurit është më e shpeshtë. Zakonisht çfarë ankon gruaja? Për shembull, mua më vjen me rënje flokësh, më bien flokët, më shumë se sa thonë kam çrregullim me cikli, më thonë më bien flokët ose çarje të këmbëve të buzëve. Pra çfarë shenja shih anemia tek gruaja? Duhet i ndajmë këto gjëra sepse si thash ne mësojmë keq në shkollë anemia nga mungesa e hekurit dhe ankesat e mungesës së hekurit ne ja veshim anemisë. Anemia ka klinikën e vet, ka edhe mungesa e hekurit ka klinikën e vet. Mungesa e hekurit është ajo që jep lodhje, këputjen, tharjen e kohës, çarjen e këmbëve të buzëve, rënjen e flokëve, humbjen e përqendrimit, dhimbjen e kyçeve, tharjen e lëkurës, tyrën e thonjve, ndonjëherë të fikët nga ula në njerëz me tension. Dhe si stan do ta theksojmë që shumica e njerëzve kanë mungesë hekuri dhe një pjesë e tyre mund të kenë anemi nga mungesa e hekurit. Pra bërja analizës së ferritinës në gjak është shumë e rëndësishme se sa thjesht bërja e analizës së gjakut komplet. Ne mësuar që në fillimet që duhet të bënim gjithmonë gjakun komplet, shikojmë sa është hemoglobina, nëse hemoglobina është ulët quhet anemi, nëse hemoglobina është normale. Kështu ka qenë si për kufizimi heqim nga mendja, por si thash shumica e njerëzve kanë ferritin të ulët, ferritin e mit të ulët, sepse ne masim ferritin në gjak dhe hemoglobinë normale. Dhe ky quhet faza e deficitit të hekurit. Në fakt kemi një fazë prelatente të deficitit të hekurit, ku ferritinemia është ulur, si anemia është normale, hemoglobina është normale.
Dhe në fakt njerëzit duhet të fillojnë ta vlerësojnë që këtu më mirë ta kapësh një problem në fazën e letë fillestare. Që korrigjon më kolla. Po dhe më e shkutur to zjatën se sa të instalohet edhe anemia. Pastaj vjen faza e dytë që është faza latente e ekujt ku ulet ferritinemia, ulet sideremia, hemoglobina është akoma normale, edhe këtu janë akoma në një situatë që mund ta korrigjosh. Pastaj po të shfaq anemia e ke të sigurt që të ka mbaruar ferritinemia. Në shumicën e rasteve kapim në të nivel. Hemoglobina është e ulur, eritrocitet, rastet e kush janë të ulura. Rregullat janë që për shembull ne të spitalit kemi vendosur që niveli minimal normal i ferritinës të jetë 20, por studimet e muajit fundit thonë ta mbash 30. Që do thotë zakonisht anemia fillon shfaqje kur niveli i ferritinës në gjak zbret poshtë 13-12 nanogram për mililitër. Kështu që ne nuk kemi pse të vim të presim sa të shkojë ferritina në gjak 12 e pastaj të ndodhë edhe anemia, kur ti e di që e ke mungesën e ekujt sepse vlera optimale për një femër është 60-70 nanogram për mililitër, për meshkujt është 2 më shumë, pra 100-120. Kështu që nëse ti shikon që ferritina në gjak është poshtë 20-s, po edhe 25 edhe 30 nuk janë vlera optimale, atëherë fillon më mirë ta mjekosh që këtu kur ke vetëm mungesë ekujt pra ferritinemia të ulët dhe hemoglobina normale, mjekimi është vetëm 6 javë. Kur ke edhe anemi nga mungesa e ekujt do të shtohet dhe klinika e anemisë që është lodhje, këpullje, marrje mëngjëm në veshni, zafarësyve, vështirësi frymare, në mod Të gjitha këto na i bën vetëm anemia. Që ka anemi nga mungesa e ekujt ka një kohë dy sëmundje, mungesën e ekujt dhe anemi nga mungesa. Sepse të dyja kanë etiologji, kanë klinik, kanë laborator, kanë edhe mjekim. Kur themi që është anemi nga mungesa e ekujt, nga vetë emri ti e kupton ka vjen anemia, vjen si të mungon hek. Diskutimi është nga vjen mungesa e ekujt. Anemia është vetëm llaja e icebergut, baza është mungesa e ekujt dhe pastaj vjen shkaku nga vjen mungesa e ekujt. Që duhet trajtuar paralelisht me gjetjen e shkakut. Po shkaku është më i rëndësishëm se sa mungesa e ekujt, sepse ka dhe shumë autorë që nuk i klasifikojnë si sëmundje mirëfillta, sepse ato janë thjesht pasoja. Dhe janë plotësisht të korrigjueshme nëse merr preparatin e duhur, dozën e duhur, kohën e duhur, por nuk janë të shërueshme nëse nuk eliminohet shkaku. Dhe këtu vjen te shkaku. Shkaku kryesor në mungesën e ekujt në mentalitetin tonë është ushqimi. Pra ne Kam keq. Jo, ne ja vëm fajin gjithmonë si nuk jemi ushqyer mirë dhe po ashtu duam ta korrigjojmë mungesën e ekujt në ushqim. Nuk ka mungesë ekujt nga ushqyerja dhe nuk ka mungesë ekujt që korrigjohet në ushqim. Nëse do të mbushësh degot e ekujt, sasia e ekujt ditore është mbarës në ekujt që ndodhet në 5 kg mish të kuq. Pra duhet ta hash ditë për ditë 5 kg mish të kuq për të paktën 6 javë kur ke mungesë ekujt, është pamundur, kështu që praktikisht është një problem që nuk zgjidhet në ushqime. Dhe për aq kohë sa ky mentalitet nuk do bjeli, mungesa e ekujt, anemia nga mungesa e ekujt do vazhdojë bëjnë qef siç janë duke bërë qef. Po, qartë. Shkaku kryesor është hundja e ekujt. Dhe si shtam ekujt humbet me anë të gjakut. Një mundësi tjetër është me anë të djesës, më tepër për sportistët. Tjetër është me anë të qumshit, tek gratante, edhe tjetër është me anë të epitelit të desformuar që ne humbasim. Por është llogaritur që normalisht duhet të humbasim 1 miligram, dhe 1 miligram duhet marrim me anë të ushqimit. Kryesisht prandaj dhe ne konstatojmë shpesh anemi në fakt, është pasojë problemeve ginekologjike. Pra probleme ushqimtare dhe këtu vjen një problem tjetër, sepse mjekët obstetër ginekolog nuk dinë ta trajtojnë mungesën e ekujt, aneminë nga mungesa e ekujt. Përfundimisht. Tani mas më vjen mirë ta dëgjoj këtë gjë, por e pranoj, prandaj dhe ju ftoj në arsye që ju kam ftuar. Sepse keq diagnoza është problem, keq trajtimi është një problem i madh. Sepse marrë në qafë të rriku pacientët, sidomos nëse nuk japë mjekimin e duhur. Marrë në qafë nuk ka, sepse anemia nga mungesa e ekujt nuk është sëmundje që të merr në qafë. Mund të shkosh me vite të tëra në vetëm në qafë të ishte bërnam. Por, sepse është më problemi më i shpeshtë. Por që ka gabimin në vlerësinë dhe në trajtim. Dhënien e dozës, qoftë në kohë zgjatje. Ka disa rregulla që janë përcaktuar që është rregulla 19. Dhe këto rregulla ne mësojmë në shkollë, por nuk i zbatojmë në praktikë. Në shkollë thuhet që kripa më e mirë për të mbushur depotë e ekujt është feri sulfat. I dyti është feri fumarat. Dhe këtu nuk ka diskutim. Çfarë do lloji të sjellin asnjëri nuk krahasohet me feri sulfat. Njëkohësisht është dhe kripa më e dytë më tre. Pra ekujt që duhet marrë duhet jetë ekujt 2 valent. Rregulli i dytë është që doza ditore është 200 mg ekujt elementar në ditë. Pra jo suplement.
Që zakonisht kanë 30 mg, 15 mg do të marrë 30, pra 14 për vete, 14 për fëmijë, 15 për vete, 15 për fëmijë, por kjo vlen kur depot i ka të mbushura. Nëse ka depo të zbrazura, kjo ky suplement si është thjesht plotson nevojat e tona, po nuk çon veç në bank. Po, qartë. Kështu që preparati dur, doza dur, 200 mg eko elementar në ditë ekuivalente me 5 kg miq të kuq dhe kozgjatja. Si tham, kur ke mungesë ekse teorikisht 6 javë, kur ke anemi nga mungesa eko teorikisht 12 javë. Themi teorikisht sepse ne në Shqipëri kemi zgjedhur rrugën e gabuar, ne nuk trajtojmë shkakun, por trajtojmë vetëm pasojën. Pra ne nuk merremi me rregullimin e ciklit. Po, turim fluksin, të marrim mjekim siç duhet, është shumë e vërtetë. Edhe ky është problem i pacientit dhe i mjekëve, sepse këtu nuk jep njeri kontraceptiv. As mirena, as spiralet nuk vendos. Në gjithë botën ne shikojmë edhe pacientë shqiptarë, që sa mbarojnë lindjet dhe mbyllin diskutimin për të lindur vendosin spirale. Dhe nga mosha 35 deri në 50 vjeç derisa vjen menopauza, pak shtoton nga mungesa e egut dhe qoftë nga një shtazanie pa dëshiruar, qoftë edhe nga një cikël i shëgut që për një sër arsyesh mund të shfaqet në moment të jetës. Ne kështu kemi pasur ciklin që kur na ka filluar cikli, do presin edhe 15 vjet më të bukura të jetës do t'i kalojnë me lojë, në këputi dhe duke marrë her pas here preparate hekuj që do të theksohet që hekuj është vështirë për tu marrë sepse thithja e tij është e kufizuar, por për ta humbur është e lirshme. Nuk e dim kur do e filloj. Dhe ndonjëherë shikoj gratë doktor që vuajnë kaq shumë me ciklin, për shembull më thonë ndonjëherë doktor aman se kam muaj me copa, dhe them nuk e di si qëndron në këmbë dhe si vazhdon jetën, kujdesesh për fëmijët të shkojnë në punë vrapoj, kur problemi është një anemi kronike që anemia nga mungesa e ekut ka pikërisht të gjashtë, është një anemi e vjetër dhe anemitë e vjetra janë anemitë që sistemi kardiovaskular është përshtat. Dhe kjo është një enet anemis nga mungesa e ekut që ju sjell prapa neglizhencë. Shumë qartë për anemin. Të falenderoj shumë qartë për anemin, besoj se na kanë kuptuar qoftë mjekët, qoftë pacientët në këtë rast. Një gjë për mjekimin, jo çdo lloj preparati është i suksesshëm për të mbushur të ekut. Ato që janë më të lira në treg, ato që kanë kuti më pak të bukura, ato janë më të suksesshme. Jo gjithmonë preparati më shtretë është më cilësor. Ne mësoj që fosfati kuti të bukur nuk quhet mjekim. Do i kemi parasysh edhe këtë gjë. Do kaloj tani tek një sëmundje tjetër. Ne si Shqipëri, në rajon gjeografik, bëm pjesë në ripin e talasemisë mesdhetare dhe në studimet që kemi, prevalenca është e mbarkësve 6 deri në 8%, mund të jetë më shumë, por paktën kaq deklarohet statistikisht. Sa e rëndësishme është që të bëhet elektroforeza hemoglobinës tek një grua që po planifikon një shtazani, ose në trimërin e parë të paktën pjesë e torçit që ne duam ta fusim. Ky është problemi i dytë, sepse talasemia minor që është më e zakonshme, po jo vetëm barsi talasemisë, po edhe barsi dermatocytosës janë shumë të shkeshta në vendin tonë. Studimet janë që në kohë e komunizmit, se sot nuk i ka studiuar në njëri aq të tepër që popullatët kanë lëvizur një pjesë të larguar. Por që janë të shumta në numër, sigurisht që janë, nuk është bëj rajoni që ne kemi në mendje Fieri, Lushnjak, është shpërndarë kudo në qytete. Ka Boreli, ka Peshkopia, gjithë zona rreth e qartë Tiranës, pra Ndrojqi, Shëngjërqi, Preza, Pesa, janë të mbushura plot me mbartës. Që mendoj që janë të shëndetshëm në dukje. Të padiagnostikuar. Ata të shëndetshëm janë sepse ajo nuk është një anemi se sjell ankesa. Praktikisht ato janë gjëra të vogla, ndryshime që disa ju tregojnë mendin, disa nuk e tregojnë. Ne kemi internet që gjërat e mëdha na tregojnë mendin, gjërat e vogla nuk e kushtojnë mendin. Aq më tepër që janë gjërat e vogla pa ankesa, se fosfati i çiklimi aty nuk e tregojnë. Është problematikë. Por ne kemi të sëmurë me talasemi, të sëmurë me dermatocytosë, kemi bartës talasemisë, bartës dermatocytosës. Të sëmurët janë të njohur sepse kemi qenë të specializuar që i ndjekim problemi janë bartësit, ka shumë njerëz që janë bartës talasemisë dhe lidhin desin dhe se marrin vesh që e kanë. Asnjëherë që e kanë, po. Gjithsesi shteti sot s'po e them që vendosën me ligj, po ka vendosur me detyrim se çdo çift që do lind do të bëj të paktën gjallë komplet ferritin dhe elektroforezën, jo thjesht elektroforezën se thua gabim. Elektroforeza e hemoglobinës është një analizë me të neta.
Në ç'aspekt? Sepse jo çdo lloj, nëse flasim për drepancytozën, po elektroforeza hemoglobinës i zbulon 100% barcit, por për flasim për talaseminë nuk i zbulon 100%, ajo zbulon sëmundjet beta ose barcin beta për talasemisë që në Shqipëri janë më të shpeshtë, por kur të ketë alfa talasemi, elektroforeza del normale. Delta talasemi del normale. Si e kapim ne alfa Si e talasemi? kapim? Po të shikosh analizën e gjakut komplet, ka gjithmonë një diskoordancë midis numrit të bazave të kuqe dhe hemoglobinës. Për shembull, ne kemi një rregull që quhet rregulla e treshtit. Po e themi se nuk është ndonjë gjë e shqet, mund ta gjesh shqetësisht, por kur vllazët e kuqe janë me për masa normale dhe ndjen normale, nëse shumëson me 3 numrin vllazët e kuqe del hemoglobina, nëse shumëson me 3 numrin LDL hemoglobinës del hematokriti. Që do thotë, nëse i pacient ka vllazat kuqe në për masa normale, ndjen normale, pra normokromin ose ta, do thotë që vllazat e kuqe nëse janë 5 milion do të ketë 15 gram hemoglobinë 25% hematokrit. Pra është shumë e lehtë. Dhe nëse një pacient që është bartës talasemisë, po një pacient që është me anemi hipokromikocitare në përgjithësi, ose ka 5 milion vllazat kuqe, po nuk ka 15 gram hemoglobinë, po ka 10 gram hemoglobinë. Dhe kur ke këtë lloj disbalancë, pra ti duhet kishe 15 gram për decilitër hemoglobinë për të numër vllazash kuqe, po në fakt nuk ke 15, po ke vetëm 10, tregon që vllazat e kuqe nuk janë të mbushura me hemoglobinë siç duhet. Dhe dy janë shkaktarë kryesor, mungesa e ujit dhe talasemia. Ose talasemia të përgjithësi. Atëherë në një herë bëhet ferritinemia. Do theksojmë që ferritinemia kur është e ulët është 100% mungesë e ujit, nuk të duhen asnjë bish në aparat, si deremi, transferina, saturinë, thjesht axholek. Ferritinemia ulët 100% mungesë e ujit. Kështu që nëse ti shikoj që ferritina është normale, vllazat e kuqe 5 milion, hemoglobina 10 gram, me njerë të shkojnë ende të anemia lindur, pavarësisht se elektroforeza hemoglobinës është normale. Kjo është shumë e rëndësishme për ta theksuar, për ne të ginekologë që thjesht shikojnë elektroforeza normale. po dhe për shëndet të gjithë Negativi që bëjnë është e gjejnë gruan me anën e talaseminë dhe burri i bëjnë thjesht elektroforezën e hemoglobinës. Po të paktën bëjnë gjakun këtë me elektroforezë. Pra, ndoshta është e nevojshme me vendosë protokolle, doktor. Mendoj, okay, spitali amerikan, si keni ju që punoni dhe keni vendosur që nëse shikon gjithë laboratorët tanë, ka një paketë që quhet paketa anemisë, kushton vetëm 20.000 lekë të vjeç. Dhe ajo përmban gjakun komplet ferritinë, elektroforezën e hemoglobinë. Ka analiza që s'ka lidhje me ushqimin, sepse ne kemi radhë në ushqimin. Thjesht kalo, bëj, me përgjigjen, ku e ke vllazën kuqe, ku e ke hemoglobinën. Dhe nëse ne kemi dyshime për sindromin talasemi, atëherë me njëherë bëjmë analizë gjenetike. Që duhet theksohet që është 100% e saktë. Dhe po kështu do ta theksojmë që gjithë bota e zhvilluar nuk mbështetet elektroforeza hemoglobinës, po të analizë gjenetike. Po ne, si Shqipëri, tani unë si ginekologe që kam një çiftëri, që më vjen, okay, një elektroforezë normale, një gjak komplet ndoshta me ndryshime të vogla, që ju përmend nuk po i quaj të vogla në syrin tim tani. Duhet që t'ja këshillojmë një ekzaminim më të mëtejshëm ose një konsultim me hematologun dhe t'ja bëni ju si tjetër apo një ta paketa 20.000 lekë, 20.000 lekë, 40.000 lekë të tjetra që s'është asnjë gjë. Për çiftin tani, pra shikojmë të dy. Për çiftin 40.000 lekë të vjetra merr që në fillim një objektiv. Dhe ne kemi, ku bëjmë paketën e tromofilisë, ne kemi futur brenda dhe paketën e anemisë, sepse nëse ajo një çift postuon probleme tromofilisë totale, sa ka hemoglobinën, sepse trajton dhe një anemi nga mungesa e ujit. Një hemoglobinopati ka dhe prirje për hiperkoagulim, pra e rritet dhe rrezikun për abort, sidomos ato që janë bartës së drepancytozës. Kështu që pjesën e paketës së tromofilisë kemi bërë dhe paketën e anemisë. Pra e studion pacientin ashtu siç duhet. Ne gjithashtu mbështesim analiza gjenetike nëse janë të nevojshme. Dhe analiza gjenetike nuk është janë të kushtueshme, ka një kost në 200 euro, por kur ti e bën një herë në jetë dhe sqaron një problem kaq të rëndësishëm, që do të ndjekë gjithë jetën, për gjithë jetën, sepse nuk do të bëhet vetëm për të shtazani, po mund të bësh edhe 2-5 shtazani tjera. Kështu që 200 euro nuk janë një sigurisht shpenzim në kas, po nuk janë shpenzim nëse e vlerëson për gjithë jetën. Shumë e vërtet. Por mendoj që ka nevojë akoma për ndërgjegjësim qoftë mjekëve që merren me ginekologëve me të familje, sepse ndonjëherë dhe pacientin e rekomandojnë, po thotë, që ka këto 200 më shumë, ndërkohë po shpenzon për shtatzani. Akoma të bëjt ferritinemisë.
Pra bëjnë analizën feritin e mirë. Jemi akoma të qaku konkret Jemi dhe të të qaku. sindelemia. Se për çfarë duan të sindelemia nuk e marrë vesh. Duhet bërë feritin e mirë. Sigurisht që po sensibilizohen, po e bëjnë si analizë, sa e bëjnë me dëshirë, sa se e marrin pjesë të paketës. Por nuk po sensibilizohen dot për të problem. Elektroforiza hemoglobinës do të ishte një problem i zgjidhur deri në sot, sepse është një problem që njerëzit e njohin. Kam parë se cilat janë rastet kur kemi të bëjmë me sëmundje, nëse kalon fëmia gjithë jetën nëpër spitale me transfuzione gjakut, me cilësi jetë cilësia e jetës nuk është e mirë, por cilësia e jetës nuk është e mirë as për familjen, se ngjelet, por edhe për shtetin është gjithaj shpenzim për transfuzione, edhe për kujdesën, për problemet që lindin nga mingarkesa me ekur, gjitha kanë shpenzime të tillë. Dhe ky është një problem që mund të shmanget, dhe si shmanget, pavarësisht se në të dy pjesëtarët e çiftit mund të jenë bartës në hemoglobinopatisë. Ne sot kemi mundësi që të bëjmë diagnostë prenatale, qoftë invazive siç është me anë të vireve koronike ose leptospirose. Por sot ka edhe analiza mini-invazive, pra thjesht në anë të gjakut periferik të nënës mund të kapet ADN-ja e fëmijës edhe analiza njip që ne bëjmë dhe për këto sindromat Down edhe pak a shumë. Është mundësia për të shmangur, ndoshta ka një kosto, por shmang një shumë probleme të tjera nëse sjell një fëmijë të shëndetshëm në jetë në një çift. Qëllimi është që të sëmurët me hemoglobinopati të shmange, por për aq kohë sa do mbështeten vetëm te elektroforeza e hemoglobinës, akoma më shumë pa shoqëruar me një gjak konkret, nuk mund të shmangesh për fëmijën. Por edhe kur e bën gjakun duhet leximi sakt. Nga specialistë. Dhe ajo që ka më shumë rëndësi është kur futet testimi gjenetik i detyruar përpara shtazanisë, siç bëjnë vendet e zhvilluara, që nuk është një kosto shumë e madhe, është më tepër se sot teknika po vinë edhe në Shqipëri. Të shmanges, sa tjetë mund, në shumë 100%, po pjesa më e madhe duhet shmangur e lindjeve të tyre. Mendoj që në kohët e sotme nuk duhet këtë fëmijë të tillë të lindur me hemoglobinopati, si talassemia apo trepanozitoza major. Problemi i madh për fëmijën, për familjen, dhe për shtetin për të gjitha. Por më tepër kur janë si për ta diagnostikuar shumë përpara në analiza fillimisht rutinë, gjithë direkt të gjitha që janë bazike në vetvete. Të kalojmë tek një problem tjetër që ne po e shikojmë shumë e më shumë, ndoshta dhe si pasojë e mediave, por edhe si pasojë e infertilitetit, si pasojë e moshës së madhe të gruas dhe si pasojë e çifteve që vinë të kërkojnë pse. Pse doktoresha bëri preeklamsi, pse bebi nuk shtoi në peshë ka hipotrofi, pse aborton her pas here dhe nuk po gjejmë asnjë shkak, kemi bërë eko, kemi bërë torçin dhe nuk po gjejmë arsye. Zero. Vjen te këto arsye pse, hedhim sy dhe tek paneli trombofilisë. Është një analizë që nuk është se jo gjitha bëhet në Shqipëri, deri diku ka qenë çuar dhe jashtë shtetit, edhe kushton, ç'është e vërteta. Çfarë po ndodh sot me çiftet shqiptare që e bëjnë panelin trombofilisë? Çfarë dalin? Atëherë, sigurisht, po, një nga shkaqet pse mund të ndodhin ndërprerje shtazanisë, po edhe mos preeklamsie, tromboz te grua shtazan, mos fillim si shpëti i fëmijës, vaksini langut amniotik, janë edhe çrregullime në piksën e gjatë. Vetë nuk janë pranuar akoma zyrtarisht, pra nuk ka akoma një studime të mirëfillta. Studime ka plot, por jo guideline, pro dhe kundra saj. Gjithsesi praktika po tregojnë gjithnjë më shumë që profilaksit antitrombotike, pra me antiarbekus, siç është aspirina, antikoagulant, siç janë proteina me peshë, heparina me peshë. Ato gjërat që i njohin të gjithë, rezultate më të mira, po përdoren. Kur kishin shumë çifte të cilët nuk e arrinin shpazaninë të suksesshme. Për sa i përket bërjes së panelit të trombofilisë, bota e zhvilluar, Shtetet Bashkuara, Anglia, Gjermania, Italia, Franca, Spanja, ata e kanë të kërkohet paneli trombofilisë pasi ka ndodhur të paktën 3 aborte spontan në 3 muajin e parë, por 3 aborte të njëjtës njësh. Si protokoll. Ose një abort spontan 3 muajin e dytë, ose pacientja vdekje trauterinë e bebit në 3 muajin e dytë pa shkak tjetër. Ose paciente ka bërë tromboz vetë personalisht, një tromboz të rëndësishme. Jashtëzanie, në venat e thella,
pjesë të tjera organeve të tjera ose tromboemboli pulmonare, ose ka familjar të rendit të parë, rendi i parë është babai, vëllezër, motra me një episod të rëndësishëm të trombozave venoze, sepse edhe hiperkoagulimi nga kon trombozave venoze, prandaj edhe profilaksia dhe me antikoagulant. Qartë. Kështu që duhet ose edhe ne duhet të përpiqemi të respektojmë të tilla rregulla. E keqja është se ne në Shqipëri që në abortin e parë, pasi kemi përshkruar shkaqe të tjera që kanë ndodhur ndërprerje shtatzanisë, siç janë anomalitë kromosomike, çrregullimet hormonale, imunologjike, që ndonjëherë nuk gjejmë asnjë shkak, nuk ka sa bëj, po. Atëherë të ngel mendje ose nga tromofilia si panel i vetmi që është pranuar zyrtarisht si shkak për ndërprerjen për abortin përsëritur është sindromi antifosfolipid. Por edhe për riskun që kanë për preeklamsi dhe për gjithë efektin e shtatzanisë. Po ka rëndësi të madhe. Atëherë për sa i përket panelit të tromofilisë, si thash që në abortin e parë këtu menjëherë kërkohet. Se ka një hon mediatike do thotë nga media që se përballojmë atë stresin e një ndërprerje të dytë ose të tretë. Ka raste të cilët thjesht pacienti ka lexuar që i ka ndodhur dhe dua të jemi sigurta, do të bëj parë por të jemi të ndërgjegjshëm. E para një paneli tromofilis ka dy komponentë. Jo të gjysmën që bëjnë të gjithë panelin gjenetik tromofilis, por ka edhe tromofilit fituar, ku aty ka faktorë të rëndësishëm. Që më të rëndësishme ndoshta ja këto faktorë të fituar. Për sa i përket panelit gjenetik të tromofilis, ka faktorë që janë me risk të lartë dhe faktorë me risk të ulët. Faktorë me risk të lartë janë mutacion homozigoti i faktorit 5 letin, i gjenit të dytë protrombin, ose kur janë heterozigoti në të njëjtën botë të dytë. Dhe të jemi të ndërgjegjshëm se të tilla raste janë shumë të rralla. Janë të rralla të këtyre faktorëve madhor. Pacienti 35-40 vjeç ka bërë tromboza gjatë jetës. Dhe do kishte në historinë e vet. Ne kur bëjmë panelin gjenetik të tromofilis për një grua shtatzan që ka probleme me aborte pra në jetën e përditshme s'ka patur në shqetësim, jemi duke kërkuar për faktor me risk të ulët për tromboza në jetën e përditshme. Pra ato që gjejmë ne mutacione MTFR, PAI, ACE, janë faktor me risk të ulët për tromboza në jetën e përditshme. Por ato ka rëndësi për shtatzani sepse shtatzani është një situatë që favorizon hiperkoagulime. Është hiperkoagulimi ndërkohë marrim parasysh që sot shtatzan po na vijnë mosha të mëdha, mund të jenë obeze. Ky është problemi tjetër, janë me histori të ngarkuara obstetrikale, aborte ose shtatzani të humbura. Problemi tjetër është që përdorin shumë duhan, që obezitet, që moshë të madhe. Ndërkohë më përpara lindjet ishin 20 vjeç, më shumë të re, duani nuk njihej te femra, sot të gjithë njësoj varaz me shkujt e femra. Faktor risku për të bërë episode trombotike dhe problemin e zonës shtatzanisë. Kështu që jemi të ndërgjegjshëm që po bërë panel trombofilie gjenetik diçka do gjesh. Gjithmonë, ka dalë, në fakt nga eksperienca jonë si ginekolog, që kur e bëjmë del diçka pozitive nga këto mutacione. Unë kam parë mira, vetëm njëra për tyre ka qenë krejtësisht normal. Nga ato që bën rutinë, domethënë, njëra normal, shumica dalin me probleme. Shumica, 99.99% janë të gjithë me thjesht nuk e dim. Ne që nuk kemi testuar, virtualisht jemi të gjithë me panel gjenetik tromofilis. Me tromofili të trashëguar me risk të ulët, virtualisht. Pa e bërë. Se po e bërë, sigurisht e do gjesh diçka. Kështu që ta ndësh kot pa bërë asnjë abort, pa patur asnjë histori obstetrikale. Diçka dhe mjeku do ta vësh në pozitë, sepse unë po gjeta që pacienti ka mutacion MTFR dhe provuja më ka treguar që edhe një mutacion heterozigot MTFR është ka qenë përgjegjës për ndërprerjen e shtatzanisë, atë ti çfarë thua? Ti hap ose apo mos e hap? Për mua shumë e lehtë që ajo. Dilema. Për mua shumë e lehtë, më mirë ti je brenda se sa ka lehtë. Po ndërkohë ishte kështu aspirin për tulur riskun për eklamsi, kështu që ajo zërisht është në Itali, po të ishte në Gjermani. Sipas protokollit çfarë do bëni? As s'ishte për bërë asnjë gjë. As nuk jep njeriu hollus gjallë, pra as nuk ja kërkon panelin. Pasi bëjmë panelin gjenetik, kalojmë te paneli i faktorëve të fituar, dhe këtu ka komponentë të rëndësishëm. Sindromi antifosfolipid nëse zbulohet është faktor me risk të lartë për trombozë venoze dhe arteriale.
Deficiti i antitrombinës 3, proteinës C janë faktorë me risk të ndërmjetën për të bërë aborte dhe trombozë. Kështu që edhe ky ka rolin e vet shumë të rëndësishëm, pavarësisht se njerëzit bien në vështirësi, shpenzuan për kaq edhe të bëjmë dhe këtë shtesë farmacoj dhe ky doktori që të shpenzojë ca lekë të tjera. O bë të plot, o me një mos i vit fare, ose s'merr përgjigje të plot. Kështu që ne kemi vendosur si një paketë të plot, me një kosto e cila sigurisht kur arrizat janë veçanërisht është shumë e madhe, ndërsa si paketë edhe me një marrë gjaku bën në pjesën gjenetike dhe pjesën e fituar, dhe kosto është shumë më e pranueshme se sa ti bësh veç. Ku kemi futur dhe paketën e anemisë që diskutuam më përpara që pacienti të studiohet në aspekt të plot, aspektin hematologjik në këtë rast, me që po pastaj vim tek profilaksia. Do t'ja japim ose nuk do t'ja japim. Këtu është dhe para do të theksojmë që ne nuk jemi me 100% siguri që është trombofilia përgjegjës për ndërprerjen e shkallëzanit. Nuk e kemi pashkuar. Mund të ishte një shkak tjetër që thjesht se kemi kapur. Studimet për të parë që është trombofilia përgjegjëse për ndërprerjen e shkallëzanit janë studime epidemiologjike. Pra është parë që ato zona të cilat kanë bërë ndërprerje të shpeshta të shkallëzanit ose komplikacione të tjera shkallëzanisë, mutacionet janë më ndryshime janë gjetur më shpesh. Janë më të shpeshta se tek ato gratë që nuk kanë patur, po jo se ato nuk kanë. Pra, në këtë mënyrë është ndërtuar studimi dhe konkluzioni që ka ardhur sipas kësaj. Por do të theksojmë që edhe profilaksia nuk është me 100% efikasitet, se po të kishte profilaksi me 100% efikasitet, s'do kishte më abort. E vërtet, dhe s'do kishim probleme me shkallëzanin, se s'do ishte ky shkaku. Kështu që edhe profilaksia është me efikasitet dhe ka 78, ka 80, ta sqaroj për të gjitha gratë shtatzëna, edhe kur janë mbarse të këtyre mutacione, dhe marrin dhe aspirinë dhe hollues gjaku, familjen oksiparinës që po e përmend me që kanë si emër. Kjo nuk të siguron 100% sukses. S'do kishte më abort. Kërkon kujdes dhe ndjeket kujdesshme nga ginekologu. E njëjta logjikë është edhe tek njerëzit që janë marrin profilaksinë, pastaj kur kanë një fibrilacion atrial dhe janë duke marrë antikoagulanti, por ne nuk po e merr që të mos i ndodhi trombozë, po e merr për të minimizuar rrezikun e trombozës. Pra nuk e merr për të nxjerruar rrezikun e trombozës. Po të kishte nxjerrim, do kishte më tromboza të dyta. Po, qartë. Ndërkohë ne kemi pacientë që janë edhe në antikoagulant e sipër dhe përsëri bëjnë komplikacione dhe bëjnë të njëjtën histori sërish si e kaluar. Të ndodhi tromboza është multifaktoriale, pra shumë komplekse, nuk është vetëm gjenetika. Është gjenetika, është mosha, është obeziteti, është duami, është alkooli, është droga, dehidratimi të bjellat që kanë gas shkallëzane, është shansi keq sepse sëmundjet janë shansi keq, pra mund mos kesh asnjë gjë. Pra edhe shansi është komplikacione. Kështu që jo 100% efikasitet, por efikasiteti është i mirë, 85-90%. Dhe praktika po e tregon, përderisa kemi shumë nëna të cilat më përpara nuk kishin fëmijë, por tani kanë një, ka dhe 2 dhe 3 fëmijë, siç ka dhe raste që përdorin profilaksi dhe prapë kanë ndërprerje. Dhe ne përdorim një lloj antikoagulanti tjetër sepse shumë shiqyr që ka alternativa. Për sa i përket aspirinës, aspirina është si rregull antiagrekues, pra mbrojtës për trombozat arteriale, jo për trombozat venose. Ndërkohë, ndërprerjet e shkallëzanive vlerësohen si gjendje hiperkoaguluese, pra i trajtojnë trombozave venose. Por është parë që në muajt e parë çarkullimi i gjakut në mitë i ngjan çarkullimet arteriale. Prandaj edhe ka një studim që ne vendosim i bërë Shtetet Bashkuara në 4 universitete me rreth 1200 zonja, të cilat kanë patur të paktën një ndërprerje shkallëzanie, dhe kur fillohet aspirina në dozë të vogël, të paktën 4 ditë në javë, 5 ditë, 6 ditë, 7 ditë varet në ke pacientë me sindrom antifosfolipid, sigurisht që do ta japësh për 7 ditë, nëse ke obezë do ta japësh për 7 ditë, nëse ke çrregullime të endonave për 7 ditë, po tek ato që nuk kanë faktor të tjerë. Të paktën 4 ditë në javë, një dozë e vogël, zakonisht aspirina rekomandohen darkë se efekti ne ka më fuqishëm,
në mes të ushqimit për të mbrojtur stomakun dhe vazhduar deri në javën e 36 e ka arritur mundësinë dhe për ngjerjen shtatzan edhe për të pasur një shtatzani të suksesshme mbi 30%. Ço është shkruar këtu. Po, dhe ndërkohë na ul, është vetëm një gjë që ne si obstetër na ul riskun për preeklamsi. Preeklamsi. Aspirina nga shoqata obstetrike ginekologjisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës është pranuar të dozë vogël aspirine do t'i jepet grave shtatzan për të ulur rrezikun e preeklamsisë. Doza vogël është nga 75 dhe 150 mg, ne përdorim 100 sa të kemi, po Shtetet Bashkuara kanë 81, ka që kanë 75 mg. Dhe ata i kanë të shkruara në mënyrë precize se që të përdorësh aspirinën, zakonisht e fillojmë midis javës 12-28, preferohet përpara javës 16, do jepet tek ato gra shtatzane të cilat kanë një faktor të paktën një faktor mallor risku për të bërë preeklamsi ose të paktën 2 faktorë të moderuar risku për preeklamsi. Dhe ata kanë përcaktuar tabela. Faktori i madh risku është një preeklamsi e mëparshme, është sindromi antifosfolipid, sëmundje të tjera që predispozojnë për preeklamsi. Diabeti, patologji renale, po. Ndërsa faktor të moderuar, fullsi moshën mbi 35 vjeç, fullsin Dhe më kalon tek mosha mbi 35 vjeç, që themi që sot një pjesë e mirë grave po na vin shtazën ale të 35-ave, 35 e larg. Kështu që ky është një faktor i moderuar. Pra faktor të moderuar ti gjithë sa duash, moshë 35 vjeç, obezitet gjend, të mënyrën jo të mirë të jetesës përsëri higjien, po në bona deri dhe paneli tropofilis pozitiv kur e bëjnë, sepse mund të kenë histori infertiliteti ose histori probleme. E mira e të gjithave është që profilaksia antitrombotike, pra këtu po fshihet si profilaksia antiagreguese, si antikoagulante, në përgjithësi janë pa efekte anësore. Në thonjza se një ilazh ideale nuk ka pra vetëm 100% efikasitet dhe 0 efekte anësore, të tilla gjëra nuk gjën. Por preparatet antikoagulante të marra me injeksione standard dhe me injeksione merret të tilla pikërisht për faktin që ato nuk kalojnë nëpërmjet gjakut nga menat e fëmijës, nuk kalojnë as nëpërmjet qumshit. Kështu që merret për të mbrojtur fëmijën pavarësisht se për nënën është e pesdisme shpirtimi, sepse edhe efekti i tyre zgjat vetëm 24 orë, pra ato janë detyruar t'i bëjnë në ditë për ditë. Por, benefitet që marrin, shumë rralla mund të ulin promocitet që ne praktikisht nuk është se i kemi parë në praktikë, sigurisht që kur përdor ulluz gjakun, ai këtë kur përdor kitën ko antiagregus, antikoagulant, rreziku për hemorragji është më i madh, por vjen duke folur për doza profilaktike, pra ata theksojnë tromofilia nuk është sëmundje, nuk e ke gjakun e trashme, tromofilia mbullen kokën, tromofilia është thjesht një predispozicion, një mundësi më e madhe për të bërë sepse aborti është kompleks. Është mosha, është obeziteti. Edhe ju bërëja dhe preeklamsia bashkë dhe na mbledhen disa faktorë që na çojnë në këto patologji kaq problematike për ne si obstetër dhe gjithashtu për gruan shtatzën. Dhe një pyetje të vogël fare në lidhje kur na dalin mutacion të gjenit MTFR dhe gjithë muhabeti azilit folik. Sepse po do hapësh rrjetet sociale, të gjithë bëhen shkencëtar, flasin farmacistët, flasin ginekologët. Çfarë duhet të marrë gruaja shtatzën ndërkohë që ka dalë me mutacion të MTFR? Nuk e di pse në Shqipëri prapen kaq shpejt gjëra të rregullta dhe shumë vështirë për të vendosur të rregullta. Kemi shumë vështirë t'ju fusim në mendje njerëzve që duhet bërë feritinën, ne kemi vështirë që t'ju themi që kur bën këto frezën bën një gjakun komplet. Nuk është diskutuar ndonjëherë për acimin folik, ne thona na kanë lindur ne pa acid folik, pa asnjë gjë. Por studime kanë thënë që marrja shtesë suplementeve uanëare parandalon defektet e sistemit nervor. Por Shtetet Bashkuara, po të shikosh, unë shoqëroj gjithmonë te paneli trombofiliz, ata e kanë shkruar fiks që çdo pacient që ka mutacion MTFR, qoftë 377, qoftë A1298C, nuk janë arsye për të shmangur përdorimin e acid folik.
Pra, ta marrin acid folik në këtë formë, Acid apo folik, në formën aktive do ta marrin në formë? Acid folik, se ne duhet që t'i bëjmë gjërat të thjeshta, jo nga thjeshta ta komplikojnë dhe pak më shumë. Kështu vazhdon ta marrë acid folik pa u stresuar dhe pa lexuar ato multivitaminat si e ka acidi folik edhe. Përderisa ata që kanë shpikur mjekësinë vazhdojnë t'i qëndrojnë këtij protokolli, kështu që dhe ne ata e thonë që doza e vogël aspirinën duhet të dhënë për të minimizuar rrezikun e preeklampsisë, dhe kanë shkruar se çfarë doze do përdorësh, dhe kanë shkruar se kur do të fillojë, dhe kanë shkruar edhe cilat janë shkaqet. Ata bashkruajnë qeverisjen e parë që njerëzit që kanë inflacion më të thërën nuk kanë arsye pse të shmangin acidin folik, ndërsa ne nuk e dim. Po, e nisën me atë testin e intolerancës para disa vitesh, shqyqyr që haruam senatorit Xhadineri, tani haruam Xhadineri kanë kaluar te vitamina D, po vitamina D ndonte acidin folik, shqyqyr që hoqëm acidin folik, po tani do vitaminën K. Pra ne duam janë të gjitha shumë vërteta dhe ne si mjekur e shikojmë si për gjëra nisë është po kush i ka kërkuar këto ose po pse e ke bërë ose kush ta rekomandoi. Dhe fakt ka një lloj lëvizje jo të saktë, jo sipas protokollit. Lëvizja e saktë jemi gjithmonë të prirur ndaj këtyre lloj problemeve. Ju shikoni ato fitojnë shumë kollaj. Unë falenderoj shumë për gjithë bisedën dhe për gjithë informacionet kaq të vlefshme, jo vetëm për pacientët tonë ashtazëna, por mendoj edhe për mjekët, veçanërisht ginekologën në këtë rast, që do i këshillat na dëgjoni. Shumë faleminderit doktor.